Ujërat e zeza rrezikojnë jetën e qytetarëve në zemër të qytetit të Fierit, në lagjën Konferenca e Pezës, ku më shumë se 50 familje të 2 pallateve jetojnë çdo ditë mes tyre si pasojë e dëmtimit të pusetave të skemës së KOZ-s dhe neglizhencës flagrante të ujësjelljes kanalizimeve Fier. Kur bien në rreshje, ujërat atmosferike përzihen me ujërat e zeza dhe përmbytin rrugët, hyrjet e pallateve dhe ambientet përreth, duke e kthyer këtë zonë të banuar në një vatër të hapur infeksioni dhe rreziku serioz për shëndetin publik. Ironia e rëndë e kësaj situate është se mes banorëve të rrezikuar ndodhet edhe një nga ish drejtuesit e shëndetit publik, mjeku Nuredin Kallashi, banor i njërit prej pallateve. Sipas tij, kjo situatë përbën një krim të pastër shëndetësor. Ai ka denoncuar publikisht situatën në televizionin Apollon pas injorimit të vazhdueshëm të ankesave të banorëve nga drejtuesit të ujësjelljes kanalizimeve Fier. Sipas zotit Kallashi, qytetarët që detyrohen të ecin mbi ujërat e ndotur i transportojnë ato brenda banesave, duke rrezikuar seriozisht shfaqjen e infeksioneve dhe epidemive. Ai bën me dije se pak kohë më parë një banore e moshuar është shtruar në spital pasi u infektua nga kontakti me ujërat e zeza. Jam bërë mbas një riparimi që u ankuam. Mirë po prapë njëjta smundje. Tani ishim mirë se kishim vetëm bllokim në pusetave, tani na derdhi në ujëra zeza dhe ai tekniku me gjithë kundërshtimin, me gjithë forcën që pata, unë si qytetar nuk e ndalova dot. I ka hapu pusetat, derdhen në ujërat e zeza dhe ujërat e shiut dhe është fole për zhvillimin e malarjes të smundjeve që vinë nga mushkonja. Pusetat e hapra, në gjithë botën edhe në fshat, ne kemi sulmuar dhe kemi ndjekur që pusetat të zirej, mos kishte banja, gropa e zezë, mos kishte puset hapur. Si ka qenë reagimi ujësjelljes kanalizime? Erdhën me njëherë, po ç'a bën? E prishëm më keq. Tani gjithë ujërat shikoti nga anojnë, në themelet e pallatit, në puseta e zezë. Nuk anojnë këtej, ne aty është derdhja e ujërat e zezë, aty. 10 herë ka ardhur boti, hej sot bllokohet nesër. Po këto shira u bllokua me njëherë sepse pirësinja ka dhënë në pusetat, jo këtej nga vije kollimit. Nëse as denoncimi ish drejtuesit të shëndetit publik, mjekut Kallashi, nuk mjafton për të vënë në lëvizje drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve, atëherë sipas të njëjtit burim, çfarë presin tjetër drejtuesit të ujësjelljes kanalizimeve Fier, rritjen e shkallës së infeksioneve apo ndonjë epidemi të mundur për banorët të cilët jetojnë të izoluar, pa hapur dot dritaret nga era e rëndë të ndotja ekstreme. Banorët e lagjës Konferenca e Pezës kërkojnë vetëm atë që u takon për të jetuar në kushte normale, pa frikën e infeksioneve dhe pa ujin e zi nga ndotja në pragun e derës, ka thënë zoti Kallashi. Gjithashtu ai ka kërkuar që pas këtij denoncimi i ujësjelljes kanalizimet e Bashkia Fier duhet të reagojnë sa më shpejt për zgjidhjen e këtij problemi që do të ishte prova më e mirë e përgjegjësisë institucionale, pasi kjo nuk është thjesht neglizhencë, por sjellje që rrezikon drejt për drejt jetën e qytetarëve fierak.